Pra, shohëm se adhurimi në islam ka veçuritë e veta. Nuk është e sikur që është në besimet tjera, ndër veçuritë më kryesore të ibadeteve në islam është se Allahu Gjeleshanuhu ibadetin, adhurimin në islam e ka bërë të lirë prej ndërmjetësimit. Pra, unë për shembull, nëse falem, ja si që kanë për shembull ndërmjetësimin këto krishterët apo katolikët, vetëm shkon nëpërmjet kujt? Nëpërmjet atij priftit. Ndryshe për shembull nuk ka adhurimi apo falja tek Allahu Gjeleshanuhu nuk shkon. Do të shkosh te prifti, edhe prifti ka punë me Zotin, do të falen gjunahet edhe kryhet puna. Tash mos e ngatrojmë këtë bisedë ne me atë bisedën e javës së kaluar. Ajo ishte diçka tjetër. Për hir të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shembull kërkon te që Allahu Gjeleshanuhu prej Allahu Gjeleshanuhu kërkon, prej Allahu Gjeleshanuhu që të të shëroj apo të shtoj bereqetin, a kjo kërkon prej kuj? Prej priftit, prej njeriut kërkon që ti nuk ke punë me Zotin. Ti nuk ke punë me Zotin. Po pse i ngjan kjo? Kësaj që është e lejume, i ngjan mu për atë se për çfarë arsye? Mendoj se u kujtohet se bazën e kanë të njëjtë. Ata e kanë deformu të vesulin, keni parasysh. Ndërsa ne nuk e kemi të deformume. Se mundët t'i shkruaj ndërmend dikujt, ashtu a thu vallë, pse pas ka të vesul edhe te ata edhe te ne? Se baza, esenca është e njëjtë. E njëjtë është, prej pejgamberëve ka ardhur. Ndërsa këta e kanë deformu, ne domethënë muslimanët nuk e kena deformu. Pra Allahu Gjeleshanuhu ibadetin e ka liru nga ndërmjetësimi, edhe prandaj muslimani drejt për së drejti i lutet Allahu Gjeleshanu, mund t'i lutet për famën e ndojt dikujt, o Zot, kërkoj për teje që për famën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ma krysh këtë punë, ama Allahu Gjeleshanu vet ai i lutet, ajo tjetër diçka tjetër është. Pra kjo në një, nën dy, ibadeti në islam, apo adhurimi në islam, gjithashtu është i liruar edhe, apo i çlirum është edhe nga vendi. Do të thotë nuk është i kufizuar me vend. Ju ndoshta keni dëgju, në kohën e Hazreti Musës, apo në kohën e pejgamberëve të tjerë, po transmetohet për Hazreti Musën, se adhurimi është dash patjetër të bëhet në vend të caktuar. Nëse ti për shembull në kohë nuk e mbrin xhami, nuk e mbrin xhamin në kohë, në atë kohë, ma nuk falet e. Patjetër është dash të jetë në vend të caktuar në atë faltorën që e kanë pas. Ndërsa ibadeti në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo në periudhën e dërgesës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam lirohet nga
kufizimi me vend. Edhe bëhat si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, "Ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura." Mua më është bë toka krejt xhami, edhe krejt toka më është bë e pastër. Andaj, ku t'ju zen juve koha e namazit, ju duhet të faleni. Pa marë parasysh se nuk është xhami, pa marë parasysh se je për shembull dikun në rrugë, në udhtim, apo pa marë parasysh se mund të jesh bie fjala në burg, apo dikun tjetër, pa marë parasysh ku je. Ti e ke vendin e pastër, edhe lejohet të falësh, jo lejohet, po kërkohet prej teje që të falësh. Do të thotë Allahu xhaleshanuhu nuk e ka kufizu me vend, siç e ka kufizu në popujt e mëparshëm. Gjithashtu, Islami apo ibadeti në Islam, bot kuptimin e ibadetit e ka zgjeru shumë. Andaj, ibadeti në pikpamjen e Islamit nuk është e kufizuar vetëm me namaz, vetëm me përkuljen dhe Allahu xhaleshanuhu, apo vetëm me agjerim, apo me zeqat, e haç. Nuk është ibadet vetëm, nuk janë vetëm këto ibadete, por aq shumë e ka zgjeru bot kuptimin e ibadetit Islami, sa që çdo gjë, edhe ushqimi, edhe pija, edhe puna private, po bile edhe argëtimi, apo udhëtimi dikund, apo ekskurzioni, apo mund ta themi lirisht, edhe epshi, dëfrimi i epshit në halal, edhe ajo mund të konsiderohet ibadet. Pra sheni, në Islam, bot kuptimi i ibadetit është shumë i zgjeru. Gati se çdo gjë që është e mirë, hin në ibadet, në adhurim hin. Andaj, kur dikush në shenjë habije, apo në shenjë pyetje, i parashtroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një pyetje dhe i tha: "O ja Rasulullah, edhe dëfrimi me familjen tonë është ibadet? Edhe ati ka sevap, shpërblim?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Po, nëse atë e kryen në haram, a ka gjuna?" Ka. E pasi që ka gjuna, në haram nëse është, atër s'ka dyshim se nëse e bën brenda kufive të Allahu xhaleshanuhu, ka sevap, ka shpërblim tek Allahu xhaleshanuhu. Prandaj, ne lirisht mund të themi se nëse i marrëm dy persona, njëri është prej atyve personave të cilët han, ushqehet, por nuk e bën një jetë, nuk e ka ndërmend se këtë ushqim unë që e ha për ta forcu veten time në zbatimin e urdhave të Allahu xhaleshanuhu. Nuk e bën për një gjë të tillë, por e bën për një jetë e tjera, apo as pak nuk i shkon ndërmend.
qemi fort, ose e ngjashme, ama nuk e lidhen me Allahun xhaleshanuhu, normal se ki person humb dhe nuk e ka shpërblimin të Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa nëse ki e bën jetë që unë këtë ushqim që e ha për të forcu vetën time në zbatimin e urdhave të Allahu xhaleshanuhu, atër normal se e ka shpërblimin tek Allahu xhaleshanuhu.